Pas rreshjeve të dendura të shiut dhe përmbytjeve, vendi ynë është përfshirë edhe nga rreshjet dëbore. Moti i keq me rreshjet dëbore që ka përfshirë në zonat veriore dhe juglindore të vendit ka vështirësuar qarkullimin e mjeteve. Autoriteti rrugor shqiptar bën të ditur se kontraktorët janë në terren në mënyrë të pandërprerë në të gjitha akset rrugore, teksa rekomandon për drejtuesit e mjeteve që në akset me prezencë bore të përdorin goma dimërore. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë natës kanë vijuar rreshjet e shiut, ndërsa në shumë zona malore ka nisur dëbora. Rreshjet dëbor janë evidentuar në disa segmente rrugore të rajonit verior, ku përfshin akset Bajram Curri Valbon, Ure Bujani Qaf Morin, Bujan Qaf Morin Dogan, Sopat Korranj, Qaf Mejdan Tropoj, Buçaj, Bulqiz, Qaf Bualli Peshkopi, Peshkopi Maqellar, Hani Hoti Dogana Vermosh, Kukës Shishtavec, Kukës Bushtric, Kuk Fusharës, Vog Theth, si dhe Qaf Mali Fush Dugajgjin. Në rajonin qendror, rreshjet dëbor janë regjistruar në akset Surrel Qaf, Pris Qaf, Moll, Elbasan Gjinar dhe Ibër Korrab Elbasan. Ndërkohë në rajonin jugor, situata me dëbor është konstatuar në Llogara, Qafthan, Korçë Voskopoj, Boboshti, Dardh, Korçë Ersek dhe Ersek Leskovik. ARSH-ja bën me dije se kontraktorët e mirëmbajtjes rrugore janë në terren pa ndërprerje 24 orë në 7 ditë të javës, me mjete dhe punëtor për pastrimin e akseve nga dëbora dhe garantimin e qarkullimit. Autoriteti rrugor u bën thirrje drejtuesve të mjeteve të shmangin lëvizjet jo të domosdoshme dhe të kryen udhëtime vetëm për nevojë esenciale me qëllim rritjen e sigurisë në rrugë dhe lehtësimin e punës së ekipeve të mirëmbajtjes. Po ashtu ARSH-ja thekson se përdorimi i gomave dimrore është i detyrueshëm për automjetet që qarkullojnë në zonat malore ose aty ku është njoftuar për prani dëbore dhe ngricash, pasi ato sigurojnë drejtim më të sigurt, frenim dhe kontroll më të mirë të mjetit. Shërbimet e policisë rrugore, shqiponet dhe forcat kombëtare të sigurisë ndodhen në terren për të menaxhuar qarkullimin dhe për të ardhur në ndihmë qytetarëve dhe akse problematike. Rreshjet e dëborës dhe mjegulla e dendur kanë vështirësuar ndjeshëm kalimin në zonat malore. Prezencë dëbore raportohet në akset kryesor të qarqeve Shkodër, Korçë, Kukës, Gjirokastër dhe Dibër, si dhe në rrugën e Kombit, rrugën e Arbërit dhe në Llogara. Policia njofton se në këto segmente përdorimi i gomave dimrore dhe zenxhirëve është i detyrueshëm. Efektivet po bashkëpunojnë me firmat kontraktore për pastrimin e dëborës dhe kriposin e rrugëve me qëllim shmangjen e ngricave të rrezikshme.